Ju lutem, uluni secili në vendet tuaja. Fillojmë seancën para se të vazhdojmë me rendin e ditës, që është pika e tretë seanca pyetje-përgjigje. Fjalën procedurë ka kërkuar zoti Sali Berisha. Më pas zoti Klevis Balliu. Të dashur qytetarë dhe qytetare, siç e shihni sot, pseudo-mazhoranca apo mandatet e krimit bën gjithçka që të maskonin, të fshihnin krimin e shëmtuar që bëjnë ndaj shqiptarëve me emërimin në poste ministrore të bashkëpunëtorëve me të ngushtë të Lubi Ballukut, persona të cilët janë kokë e xhep të lidhur me Lubin dhe që kanë vetëm një të ardhme, kanë të ardhmen në qeli së bashku me Lubin. Por ajo që është tepër tronditse është se këtu në parlament sot nuk mund të kishte as edhe një çështje tjetër përveç imunitetit të Lubi Ballukut. Sa do ta shtyni ju, unë ju garantoj që forcë në botë që ta mbroj atë edhe krimet e saj nuk ka. Ajo është një hajdute që ka vjedhur shqiptar me Edi Ramën dhe vetëm qindra milion dhe miliarda. Ajo është një super bandite që ka përdor bandat më të rrezikshme, ka përdor elementet më kriminal për të kërcënuar punojësit e prokurorisë dhe institucionit të akuzës. Dhe asaj i dini zot ju, se jeni mekatar. I dini zot, nuk them se secili prej jush është mekatar, po ju udhëhiqi nga bandit, nga kriminal. Lubia është një çështje ndërkombëtare. Absolutisht është një çështje ndërkombëtare. Përgjithsa Shqipëria ka përzgjedh rrugën e integrimit, dhe integrimi është një proces sa kombëtar dhe aq ndërkombëtar. Shteti ligjor në Shqipëri është sa kombëtar aq dhe ndërkombëtar. Dhe ju për hir të saj bllokoni prioriteti e Arabë, bllokoni shtetin ligjor. Shikoni kush përfundoi diktaturat. Ndiqni Teheranin, çfarë psoi Ajatullahu. Diktatorët kanë vetëm një fund të turpshëm. Dhe ju siguroj se kjo që ju po i bëni Shqipërisë është një akt madhor anti-shqiptar. Ju do të kishit hequr në mëngjes sot dhe autorizuar arrestimin e Lubi Ballukut për veprat më të rënda penale, për vjedhjet më të mëdha me Edi Ramën. Përfundoni ju lutem. Po ju jeni të gjithë pengje të saj. Kisha dhe përgjigje unë, pranoj dhe po. Mikrofoni është hapur. Edhe këtyre ministrave që ulen këtu, turp i madh. Mos u bëni mercenar të Lubis. Mos u bëni mercenar, se ju dinë të gjithë ju keni firmat të Lubia. Ju përdor ajo në moment e fundit. Mos i ndiqni këta. Se këta janë të lidhur ka me xhep me Edi Ramën. Së dyti, nderuam dhe bëhet shumë mirë që nderuam sot legjendën e guximit shqiptar Adem Jasharin, kulmin e heroizmit, po ulni kokën se nuk pranoni genocidin serb në Kosovë. Uleni kokën sot. Janë vetëm familjen Jashar, janë 56 burra, gra dhe fëmijë. Uleni kokën se nuk votoni genocidin serb.
Ka kaluar koha, përfundoni fjalin zoti Berisha. Mos ndërprej. Uleni kokën se nuk pranoni genocidin serb në Kosovë. Çfarë jeni ju? Që hedhni poshtë rezolutat e genocidit serb në Kosovë. Çfarë? Edhe njerë, vetëm fëmija 2000, vetëm fëmijë shkon Prishtinë që jo këpucët e tyre në muzeum. Shkon Prishtinë dhe viziton muzeumin e këpucëve të fëmijëve. Janë 2000 fëmijë të vrarë. Dhe pastaj mbani zi, të mbani zi për gjitha ata që ka ra, të dënoni genocidin në Kosovë të serbëve. Po problemi është se ju s'keni asnjë lloj, ju i nështruani në të keqen banale. E keqja banale janë ata që as mendojnë, as bajnë përgjegjësi, që sillen si automat, si sillni ju. Fjalën e ka zoti Klevis Balliu, më pas zoti Ardit Bido. Faleminderit, arritëm kësaj dite të marrim fjalën. Unë kam një kërkesë, zoti kryetar, të respektohet procedura dhe rregulloria në lidhje me vendimin dhe raportin e Këshillit të Mandateve, i cili saktëson se në seancën më të parë të raportit, Parlamenti mblidhet dhe voton për heqjen e imunitetit, sepse kjo nuk është për çështje politike, po siç ju e dini më mirë se unë dhe shumë të tjerë këtu, në atë dosje, prokuroria ju ka treguar se eksponent të nivelit lartë të krimit organizuar kanë kërcënuar dëshmitar. Çdo vonesë e kësaj çështje rrezikon jetën e qytetarëve. Kemi plot 4 muaj që vim vërdall pasi është kërkuar heqja e imunitetit për Belinda Ballukun. Dhe ende sot nuk kemi arritur të merret një vendim, sepse po shtyhet dhe po jepet kohë krimit organizuar që të ndrojë dëshmit e të kërcënojë dëshmitarët. Kjo është bashkëpunim në krim. Ose jemi parlament, ose jemi narkoparlament. Këtë diferencë duhet ta bëni ju, sepse jeni ju që e keni vendimin, jeni ju që e keni firmën. Ndaj do t'ju kërkoja që me urgjencë të futet në rend të ditës, duke respektuar edhe rregullorën, edhe procedurën, edhe ligjin, por mbi gjitha në respekt të jetës së qytetarëve të cilët po dëshmojnë për vjedhjet dhe krimet e Belinda Ballukut. Nuk mendoj se çdo socialist do të binte dakord në qoftë se nuk kërcënohej po nga të njëjtët kriminal. Se kërcënojnë qytetarët, po jam i bindur që kërcënojnë edhe brenda grupit tuaj parlamentar. Por të sjellur si çdo Edi Rama dhe Belinda. Se në fakt nëse do të kishim drejtësi të vërtet, duhet ishim duke diskutuar për të hequr imunitetin e Edi Ramës dhe jo të Belinda Ballukut. Se si bënte do të Belinda ato pa Edi Ramën. Dhe e dyta, edhe për këto emërimet që po sillni, e keni parë mirë kë keni vendosur? Keni një dosje atje takshit. Keni një pengmarrje atje. A dini gjë kush ka qenë zëvendës ministri i brendshëm kur është marrë peng zotria? Ai që po bëni sot ministër të brendshëm. Kuptoni ku po shkojmë? Po rikthejmë Agasin me ministrin e vet dhe Belindës i kemi dhënë një 3 ministri, i shtuat dhe një se i hoqët e lisën. Prandaj ju lutem, çështja e lubis është çështje e jetës, të sigurisë jetës qytetarëve. Silleni ta votojmë dhe drejtësia të bëj punën dhe detyrën e vet. Dhe jeni qeveria që keni kërkuar burg për çdo njerëz se s'pagunte faturën.